Vladimir Putin do të pushtoj një vend të NATO-s nëse ka sukses në Ukrainë, paralajmëroi shefi i CIA-s generali David Petraeus. Sipas tij, Lituania mund të jetë më e rrezikuar. Rusia mund të nisë një inkursion në atë shtet baltik për të testuar vendosmërinë perëndimore ose si një pararendës për një ofensivë më të gjerë, citon Daily Mail generalin. Petraeus kritikoi gjithashtu presidentin e SBA-s Donald Trump për dhënien e përsëritur të shanseve të dyta Putinit dhe sulmoi paraardhësin e tij Joe Biden për dështimet në armatosin e duhur të forcave ukrainase. Generali, i cili udhëhoqi 10 mijëra trupa amerikane, britanike dhe të kombësive të tjera si në Irak ashtu edhe në Afganistan, i bëri thirrje gjithashtu Mbretërisë së Bashkuar të tërhiqet nga marrëveshjet ndërkombëtare që ndalojnë përdorimin e municioneve tërmuese në fushën e betejës. Ajo që kemi parë janë 3 incidente ku presidenti i SBA-s ka kërcënuar se brenda 2 javësh do të na duhet të ndjekim një qasje të ndryshme, tha generali në një fjalim në organizatën kërkimore Policy Exchange në Londër.